Dashi, mund të ndjeni presion emocional, ndaj është rëndësishme të ruani qetësinë para vendimeve. Demi, stabiliteti emocional ju ndihmon të përballeni më lehtë situatat e ditës. Binjakët, kujdes në komunikim pasi keqkuptimet janë të mundshme. Gaforja, nostalgjia mund të ndikojë në përqendrimin tuaj. Luani, është një ditë reflektimi dhe rishikimi të planeve personale. Pyqëresha, mund të ndjeni të lodhur, mendërish dhe keni nevojë për pushim. Peshorja, harmonia e brendshme ju ndihmon të merrni vendime më të mira. Akrepi, emocionet e thella kërkojnë reflektim dhe vetanalizë. Shëgjetari, kujdesni në komunikim për të shmangur keqkuptimet. Bicjapi, disiplina ju ndihmon të ruani ritmin e punës. Ujori, idetë kreative janë të forta, por kërkojnë kohë për t'u zhvilluar. Peshqit, qetësia dhe reflektimi janë të domosdoshme për ekuilibrin tuaj.